Ka pas raste, e kum pa me një televizion arab, ma herët, një shia ka ardhë në Prishtinë, ka hinë në myftini, në Bashkinë Islame, dhe që legojnë sa pare për dënë, edhe ata të kryesis që janë thonë, e qka tash, ka thonë është një gjami na jep. Është një gjami. Së pëdem më shumë. Mjafton. I ka thonë, Allah është problem ata të kryesis. I ka thonë, a peshe dirën për jashta dilëm. Edhe ka qitë për jashta. Një të ngjodhe me Gylengjit e kanë bo. Se Gylengjit kanë dosh me na marrë shkollat me dreset tona. Të na, institucionet është nga ndrysha, bibi. Na jemi ma serios në aspektin e institucioneve. Ma institucionalista jemi. Ma ndryshë është e na. Edhe prej institucioneve ma të organizume, ma mirë, është e jone në krahasim me Maqedoninë dhe Shqipërinë. Tash, a ka gabime? Po. Ka gabime. A du të më përmirësu? Po. Ama, qëllimin me pas me përmirësu, me korrigju, jo me prish, vllazni, a pe kuptoni? Flas shumë lisëm se nuk jam pjesë e Bashkisë Islame. Se me bëu më kon imam, krejt kishit me m'akuzu, me më thonë, ti je imam, dhe normalisht ki me mbrojt bikun. Jo, unë nuk jam imam i Bashkisë Islame. Ama, institucioni du të më rujt. Pse? Se që institucioni ka 800 xhamia. Po e rëzove këto, urdzun xhamiat. Muslimoni du të më mendu larkë. Si që shu këmë thonë punën e vendit tonë. Nuk ka institucion kusho ato janë ikni, politikant. Mbroje vendin, përgjësi si tanësi. E për shato du të me posë kujdes muslimani. Po, mirë po na, kemi mendim afat gjate se qysh mu përmirësu kjo vend. Për 20 vite nuk ka qenë kështu, qysh është sot. Për para na, kemi pas probleme veç me ngrit durt. Me thonë aminin, tashma nuk i ki këto probleme, vloja. Ande lutë Allah subhanahu wa ta'ala për përmirësim, për korrigjim, me letë Allah subhanahu wa ta'ala.